Një ngjarje e rëndë shënuar mëngjesin e sotëm në lagjen 13 të qytetit të Korçës, ku një banesë u përfshi nga flakët duke shkaktuar humbjen e jetës së një 73 vjeçareje. Viktima fluturie potka jeton e vetme dhe ishte paralizuar, ndërsa nuk arriti të shpëtonte zjarri duke humbur jetën nga asfiksia. Sipas informacioneve paraprake, ishin fqinjer ata që e pikasën tymin që dilte nga banesa dhe njoftuan mënyrë shërbimet e emergjencës. Një gruaj që kujdesej her pas here për të moshuarën, kishte hapur derën e jashtme dhe kishte vënë re zjarrin duke kërkuar ndihmën e fqinjeve për të lajmëruar zjarrfiksen. Megjithatë, për shkak të përhapjes së shpejtë të flakëve, ndërhyrja nuk arriti të shpëtonte jetën e 73 vjeçares. Fqinjët jashtë kamerave shprehen se dyshohet që shkak i zjarrit të ketë qenë një cigare e ndezur pasi e moshuara ishte duanpirse. Të tjerë thonë se ajo përdorte një organ me rrymë elektrike për t'u ngrohur, çka mund të ketë shkaktuar flakët. Jetonte vetëm, nuk i the kemët. Pasaj kaq muaj u paralizua nga kemët. Ishte një që i bënte ysmet. E merte në telefon, ajo rinte në 4-4, kjo rinte në 4-2, vinte e ndihmonte majsa kishte mundësi. Ka një djalë edhe një çuf. Djali i theshte, hajde me mua. Kjo nuk desh. Nuk u delte fare ajo. Nga dora ajo mi zbriste poshtë lartë, jo, vetëm në shtëpi. Në ngjarje mbërritën menjëherë shërbimet e policisë dhe zjarrfikses, të cilët bën të mundur shuarjen e flakëve dhe izolimin e zonës. Grupi hetimor po punon për të zbardhur shkaqjet e sakta të zjarrit, ndërsa trupi i viktimës është dërguar për ekspertizë mjekoligjore.